dorëzime mundshme në fondet e IPART në Shqipëri. Po, ka regjistruar një procedim të tillë dhe kam pohuar edhe në Komisionin e Ligjeve, por është bërë edhe një deklarim publik nga ana e prokurisë së posaçme. Çështja është në hetim dhe po bashkëpunohet ngushtë me OLAF dhe me zyrën e Prokurorit Publik Evropian. Me OLAF kryesisht si iniciues dhe i këtij procedimi. Dhe tani pse nuk hetohet Frida Krivca, të garantoj që do hetohet në atë procedim penal. Hetohet çdo person i cili dyshohet se gjatë kryerjes së detyrës ka kryer veprime të kundërligjshme. Është një çështje prioritare, thash kushtëzohemi nga bashkëpunimi dhe me autoritetet e huaja. Pyetje tjetër e bërë nga deputetja Hoti është pse në rastet që lidhen me ministrat e qeverisë, si në rastin e Krivcës, nuk ka asnjë reagim publik apo veprim të menjëhershëm nga prokuroria e posaçme, ndërsa për rastet që përfshin opozitën, veprimi është i menjëhershëm dhe i zëshëm. Ky është një vlerësim i juaj, zonja deputete, ne jemi të ftohtë në hetimin e çështjeve penale, nuk na intereson se nga cili kamp politik vjen subjekti i veprës penale, e rëndësishme është që të sigurohen provat dhe të ngrihet një akuzë e suksesshme. Pyetja e fundit e zonjës Hoti është: a mund të na sqaroni se në cilën fazë ndodhet hetimi, nëse ekziston, dhe kur pritet që publiku të njihet me rezultatet e tij? Besoj me çështjen e IPART e keni këtë pyetje. Zë deputete, tek shtata lidhni me IPART, më thash jemi në fazën e hetimeve paraprake. Tani kaq ka mund të Tani, kjo nuk është e drejtë, sepse unë kam 6 orë atje dhe po prisja pyetje, tani ndodhem një situatë, s'ka probleme, i përgjigjem gjitha pyetjeve, por do të them që mua më shton që në orën 10 do keni pyetje depozituara me shkrim, me qëllim që edhe ne të përgatitemi si institucion. Tani, pyetje shtesë nga deputetja Elda Hoti. Sa e pavarur është një Më falni, nëse janë pyetje shtesë, nuk pranohen. Nëse janë pyetje të depozituara para orës 10, më fal ta sqaroj. Zoti Noka, të lutem thjesht po sqaroj. Atë shikoj këtë shtesë. Dakor. Nëse janë pyetje të depozituara para orës 10, të lutem më të merrem